E doni vajzë apo djalë, ja si ta arrini qëllimin. Për shumicën e prindërve të ardhshëm nuk është të krejtësoj gjinia e fëmijës së tyre. Nëse edhe ju jeni ndërta, provoni ndonjëherë këto metoda të pazakonta të ngjizjes së vajzës ose të djalit, të cilat premtojnë në sukses. Sipas statistikave, shanset që të bëheni me djalë ose me vajzë janë në përafërsisht 50-50. Mirë po, nëse bashkë keni vendosur që vetë të planifikoni gjininë e fëmijës suaj, atëherë nuk do t'i ishte keq që të aplikoni metodat alternative dhe të provoni ndonjërin nga këto teknika për lindjen e bebes sipas dëshirës. Tabela kineze e gjinisë. Edhe pse shkencëtarët e demantojnë në një gjë të tillë, studimet kanë treguar se kjo tabelë në 50% rasteve e tregon gjininë. Sipas saj, elementet e tokës, ajrit, zjarrit dhe ujit dhe shpirti të prindërit mund të ndikojnë në fatin dhe gjininë e fëmijës, ndërsa kalkulohet sipas moshës së nënës dhe periudhës së konceptimit. Metoda e doktor Landrum Shetles. Kjo metodë ka vlerën e saj shkencore, ndërsa doktor Shetles pohoi se është e suksesshme në 80% të rasteve nëse çifti dëshiron mashkull, 75% nëse dëshiron femër.